Me mesazhe shpresë dhe solidariteti u shënua sot dita dioqezane e Caritasit, e cila këtë vit përkoi edhe me mbylljen e vitit jubilar të shpresës. Aktiviteti u kthye në një moment të reflektimi mbi misionin human dhe rolin e Caritasit në mbështetje të shtresave më në nevojë. Drejtori i Caritasit, Domardjan Arra, theksoi rëndësinë e kësaj strukture në jetën e kishës dhe në shoqëri, duke dhënë në dukje angazhimin e vazhdueshëm në ndihmë të familjeve në vështirësi. Ai falenderoi bamirësit, bashkëpunëtorët dhe vullnetarët për kontributin e tyre të pandërprerë në realizimin e projekteve sociale. Gjatë vitit na kena organizu shpërndamin e rreth 1000 paketave, për rreth 25 kg për paket në ndihmë të nevojtarëve. E gjithashtu, kena organizu edhe loterinë e bamirësisë, e cila konsiston që gjithsecili person që ka marrë paketën e ndihmës, aty kanë marrë edhe 3 bileta loterie, me anë të cilave 100 prej tyre janë kanë përfituesit e 100 produkteve të ndryshme elektroshtëpiake, të cilët i kanë fituar nëpërmjet kësaj. E kjo ka një mënyrë për me u gjetë në këtë rast, në këtë kohë, festash, Krishtlindjesh edhe vitit të ri, me u gjetë personave nevojë. Në kuadër të aktivitetit të fundvitit, Caritasi ka shpërndar rreth 1000 paku ushqime për familjet në nevojë, ndërsa është organizuar edhe një lojë bamirësie, ku janë dhuruar pajisje të ndryshme elektroshtëpiake si shprehje konkrete e solidaritetit dhe shpresës.